Ky është djaloshi që e bëri për vete vajzën e Remzie Osmanit. Kënga nuk duket se është gjëja që ajo e pëlqen më së shumti, andaj edhe nuk u duk se ju përkushtua shumë promovimit. Riola Hamzaj është vajza e vetme e këngëtares Remzie Osmani, e cila pak kohë më parë e provoi veten edhe në muzikë. Siç dihet, Riola është e martuar dhe bashkë me të shoqin jetojnë jashtë Kosovës. Ky është djaloshi që e bëri për vete vajzën e vetme të Remzies. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.